Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në videon e sotit. Sot jena në fshatin Makermal, komuna e Skënderajit, ose ndryshe i tham Makerpyll. Hajgore vaj. Gjithsesi, sot kemi vizitu Makermalin, gocatum tha që ka dojt këtu më duket, të ketin më mirë katunin, po shkojnë e bojnë ato gjerime mena për mena katunit, do pamjet mira për marrum, se avish të jamen e kumnin 2008 e kom asrom të herë më duket Makermal, më thë moj men, mo kur, ta pëshirim qa kon Makermal, që shansanet qa po bëhet, jo rinje me neve, deri në fund se video gjithmonë super, kene kallzu, deri në fund jo, po çdo ditë ka një video. Respekt për secilin. Mos harroni like, share, edhe subscribe, edhe komente gjithsesi. Shihemi në fshatin Makermal, mena katunit. Go! Okej njerë, mirë se ori këtyq. Për me ardhën Makermal, po më duket me të mal. Me të mal, mu shumë me gjithë me dalë të ma olla gjinëfë që shanejna, po nëjse mal ka burë, i nahiti ka, në ashtë ta gjona udhën dhe qysh. Se po një ndo farkere, një farsi udhë kryesore shanej, a mu përmi një midis mali. Mu shumë me dalë për i malit, e me shku me vazhdu gjërimet, që muna, që s'muna dje që videos postuet. Shimi në vijem, dhe të go blakur. Përshëndetje njerëz. Ndoshta si gjatë në udhë asfalt që dolëm pe mali se më nuk trup me një po me të mal. Po shkojna edhe pak, po shihni edhe të faru të ka këtë mal. Shkojna këshirum nuk shumë shkojtë të mahalla gjinëfse. Shihemi në vim. Mirë se rikthyer në video. E kryem fshatin Makermal, ama pjesën e dytë. Kismet e jove në arshme, më rmenja që e bona vinat të gjinëfës, kom? Amo gjysën e katonit Makermal vishë krytëm. E që nga ka mejt jove arshme më ardhë, me shku të gjinëfës atje, me bo pjesën e dytë, Makermali pjesa 2. Aja del jove në arshme me kismet.
E ju, mos harroni me like këtë video që e kena bo sot. Mos harroni me na komentu, me na sugjeru ku me shku, qa me bon. Edhe bana follow në TikTok, edhe Woodsotin 94, edhe Gogi Films, edhe subscribe në YouTube e gjithçysh për shini edhe vetë me ka 5-6 qonta. Të mund me krypun. Edhe shimi në videon e radhës ju duam shumë. Respekte për secilin. Kaloni sa më mirë.